Punonjësit e policisë jashtë shërbimit gjejnë dhe kthejnë çantën me 1.000 euro, dokumenta dhe celular. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, ka vlerësuar veprimin më inteligjent të dy punonjësve të policisë, Klejdin Leshaj, qarkullimi rrugor Lezhë, dhe Durim Xhakaj, qarkullimi rrugor Shkodër, të cilët mbrëm rreth orës 22:30 në rrugën e Rinasi, duke u kthyer për në shtëpinë e tyre nga Tirana për në Lezhë Shkodër, së bashku me familjarët e tyre, gjetën një çantë në rrugë me dokumenta, një shumë parash dhe një celular të një personi që ishte kthyer nga Italia. Nëpërmjet pasaportës dhe rrjeteve sociale, ata bën të mundur identifikimin dhe gjetjen e pronarit, si dhe kthimin e çantës me 1.000 euro, dokumenta dhe celularin e 34 vjeçarit nga Kavaja. Për këtë veprim, drejtori Proda u ka dërguar punonjësve të policisë një mesazh falënderimi për veprimin sa qytetar, aq edhe kuptim plot që nderon uniformën e policisë së shtetit dhe mishëron vlerat e integritetit, humanizmit dhe përgjegjësisë që qëndrojnë në themel të misionit ton. Ja dhe mesazhi i drejtorit përgjithshëm: të nderuar koleg, ju përgëzoj dhe ju vlerësoj maksimalisht për veprimin tuaj, i cili mbart në vetvete qytetarin, humanizmin, integritetin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj detyrës, pavarësisht se ishit civil jashtë orarit të shërbimit. Me veprimin tuaj treguat integritet dhe dëshmuat edhe njëherë se mira dje me vajza, gra dhe burra që shërbejnë në radhët tona nuk janë ashtu siç tentojnë t'i përbaltin, por janë njerëz që sakrifikojnë me ndershmëri për ligjin dhe qytetarin. Ky veprim rrit besimin e qytetarëve, pa të cilin misioni ynë do të ishte i cunguar. Mirënjohje për ju koleg dhe për çdo punonjës të policisë me integritet që nderon uniformën e policisë së shtetit.